që janë realisht ashtu. Do thoni ju tani, po si ka mundësi që ata janë akoma vërdall? Ja u them unë, sepse gjysma e burrave të Shqipërisë janë çyryk. Shumë e thjeshtë. Janë çyryk. Nuk ju punon radiostacioni. Nuk ju punon. Se mua më mjafton një gjë. Partinë Socialiste e mbështesin 56% e grave dhe vajzave të Shqipërisë. Tani, dhe unë llogarinë e kam shumë të thjeshtë. Në qoftë se ne na mbështesin 56% e grave dhe vajzave, në qoftë se ne na mbështesin 56% e votuesve të parë, ne na duhet vetëm gjysma e burrave, pjesa që janë normal. Edhe ne jemi më shumë se sa që ishim 4 vjet më parë atje në parlament. Tani më thonë se unë shoh televizor edhe i qaj hallin kujdo që shef televizor. Unë shoh televizor, po shoh deshe, shoh filma, shoh gjëra tjera. Nuk hy fare në ato aty ku janë projektorët e Kënetës. Po ata që hynë i dëgjojnë dhe më thonë që janë shqetësuar shumë edhe janë revoltuar shumë pse them unë që gjysma e burrave janë çyryk. Po janë, ç'të bëjmë? Se unë nuk e kuptoj dot si një burr normal mund të niset edhe të shkojë të hidhet në Kënet me kokë. Si mund të shkosh të hidhesh në Kënet me kokë? Unë nuk e kuptoj dot se si një prind sot, kur ka përpara shumë të qartë rrugën dhe jo të thënë nga unë ose nga ne, po të thënë nga ata që janë në anën tjetër të tavolinës, nga Bashkimi Evropian, që Shqipërisë i kemi dhënë planin për të mbyllur negociatën në 2027, të dëgjoj këto edhe të shkoj bëldum me kokë në Kënet. Si mund të hudhet burri në Kënet? Atëherë s'është për punë tjera mund të janë rregull ata, unë po them për këtë punë që na duhet ne. Çyryk komplet. Po kur thonë pse e fyen ju popullin shqiptar që e hapni fushatën me këngë dhe me valle? Se sipas tyre duhet të hapi me zi. Duhet të mblidhnim një grup vajtojcash dhe të vajtoni me oj, se Shqipëria sot s'ka buk, se Shqipëria sot s'ka ujë, se njerëzit po vdesin rrugëve, se askush nuk punon. Si duhet, pse shqetësohen ta? Pse shqetësohen ta? Që ne hapim, bëjmë një mbledhje, po qarë, më mirë me këngë me vallje, apo sa s'dilshim gjithë ne të mbani fjalime të gjithë, imagino çfarë të merri. Edhe fjalime, edhe muzik, edhe valle, edhe këngë, edhe kur thonë tallava, këta aristokratët e mëdhej, këta që gëdhien me Beethovenin dhe ngrysen me Wagnerin, tallava. Tallava. Këta janë tallavaja më e madhe, se është tallava tralala. Ne na thonë, këta tallava, aristokratët i keni pa? Pa belon aristokratin ju se si... Kështu që për këtë arsye, ne na duhet që burrat që janë gjysma e mirë, domethënë pjesa pa ujë e trurit, bashkë me shumicën e grave të vajzave, bashkë me votuesit e parë, dhe jemi rregull. Por një gjë dua që ta dini të gjithë, ju që jeni këtu. Ne, në mandatin e ardhshëm, do të bëjmë për kombinatin, për Kasharin, për Astirin, dhe për gjithë Tiranën, dëgjoni me vëmendje, më shumë se që kemi bërë në të gjitha këto mandatet marrës bashku. Dhe Tirana 2030 do t'jetë kjo që është në shumë aspekte,
por do t'jetë shumë më e mirë në një aspekt. Do jetë shumë më miqësore me komunitetet që e përbëjnë. Ju falenderoj shumë për këtë mikpritje. E di shumë mirë që është një sfidë e madhe të jesh deputet i Tiranës edhe të përpiqesh për të çuar përpara punët e Tiranës, por ju e dini që ne jemi për sfidat e mëdha. Ne nuk jemi për lojën me portat vogla, megjithëse këtu jemi fut në një fush. Kjo është as të vogla as të mëdha, është midis, siç është Bledi Gonxha. Shumë faleminderit.